karakterizohet me tone ma polarizuese se ajo e vitit që lam pas. Fatkeqësisht kemi pas edhe një incident që në zgjedhjet e kaluar ka qenë kryesisht situata pak më e qetë. Për të kësaj nuk e mendoj që pa ndonjë kontradikt në ato që ta zoti Kurti marrë parasysh faktin që kurdo që ka ambicie politike, e tha pasaj fjalim pasuese, që duhet të hyj garës politike. Nëse ti nuk i ke numrat potencialisht për të bërë presidente, duhet shkosh në një garë politike edhe potencialisht janë qytetarët ata që e vendosin pastaj mbështetjen tone ose jo. Unë nuk shoh këtu kontradikt sepse kjo qëndron. Zonja Osmani se ka pas mbështetjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës si subjekt, sepse ne në këtë panel kemi pas zotin Lutfi Haziri, i cili na e konfirmon që LDK-ja me dyert të mbyllur ka diskutuar për 3 emra të tjerë, që fatkeqësisht nuk është përmend emri zonjës Osmani dhe rrjedhimisht lëvizave të vendosë edhe po donte këtu 100 vjet se bënte dot presidente. Mund të jetë edhe kjo, po megjithatë edhe po të donte. Edhe po të insistonte nuk e bënte dot me 66 vota presidente të njëjtën. Për të kësaj, ambicjet e janë legjitime, gjatë gjithë fjalisë të tij që e kishte për zonjën Osmani, se mund të themi që nuk u zgjat në atim, ju referua të njëjtës me shumë respekt dhe asnjëherë nuk pat. Në disa panele është përmend madje që as nuk do i referohet zonjës Osmani me emër dhe mbiemër, madje ju referua si ish presidente me konsiderat, diçka që se kemi parë prej të njëjtës në raport me kryeministrin Kurti, madje ajo ka shkuar deri atje sa i është dashur të involvoj edhe Epsteinin në këtë fjalimet e saj që tashmë po duken më shumë friksuese edhe kur flet me zonjat lagjeve, se sa diskutim mbi programin ose alternativën që njëjta ofron për kandidaturën e saj si presidente. Nëse nuk është e logjikshme demhasa që një subjekt politik me 51.11% mbështetje të ketë edhe kryeministrin edhe presidentin, gjema logjikën që një subjekt me 13% del nga garë dhe i nominon 2 njerëz për të njëjtat pozita. Përderisa s'ka qenë shumë demokratike për një subjekti të politik me mbajt 3 pozita, po kuna u bot demokratike tashmë të njëjtin me synu edhe një subjekt tjetër politik. Do me thënë, kur jemi të kontradita... Nolemi të vjosa. A është mundur e vendosja me ndërtu narracionin? A unë mundur e vendosja me ndërtu